ChatGPT-n e di për çfarë përdor, për smundje. Po themi, ndjej diçka që kam një shqetësim, një gjë. Këshilla. Ke parasysh e thus që të më japi një përmbledhje, që mos rrimu për shembull Google, kërko këtu, kërko atje dhe të rri të harxoj më shumë kohë, ajo ta përmbledh. Pa. E ti kupton ç'a ndodh. Ose ndonjë informacion që më duhet për shpejt. Gjëra të tjera se përdor fare. A më të shkjone menoj që ka me konë ma ne edhe problem se njerës kanë me gjetë edhe rahati edhe shoshnin të. Se po mujnë me folë. Po. Ka ndodhur. Jo, ka me fillu që me pas sa ma pak një shoshni me zveti e me fokusu me bu muhabet me kompjuter. Jo, ka ndodhur. Ajo ka filluar të ndodhur. Ka filluar me ka. Është e rrezikshme, si që. Shumë, se tani hup edhe emocioni, edhe hup tani muhabeti me njerës. Po, ka stile bëjnë ato të na... Është edhe dikur që edhe një vjen marrë më të pytë qka këtë që më thë, dhe në pap hena ato në ChatGPT e pytë, që mësë më uni kështë për të